Një bisedë duke patur në fokus zhvillimet e fundit që lidhen me luftën në Ukrainë. Ka fjalën këtu për sulmin në cilësuar të jashtëzakonshëm surprizues të papritur të Ukrainës në bazat ajrore ushtarake brenda territorit të Rusisë. Kam të ftuar në studio njësin e marrëdhënieve ndërkombëtare Sokol Kondi. Sokol, mirë se erdhe, faleminderit që jeni aty si CNN. Sokol, si e ke lexuar ti gjithçka ka ndodhur që nga data 1 qershor dhe deri më sot? Pra kemi sulmin në bazat ajrore ushtarake, 2 ditë më pas edhe një tjetër shpërthim eksploziv, 1100 kg eksploziv në urën e Krimes, edhe pse kishte ndodhur dhe herë të tjera shpërthimi i kësaj ure. Çfarë ka ndodhur? Si e ke parë ti? Atëherë, gjurmët e kësaj në çojnë në shtëpinë pak më larg, sepse kjo bëhet në kuadër të planit të fitores që Zelenski ka patur në letër. Që ja ka paraqitur dhe administratës më parshme Biden, po e cila nuk e mori në konsiderat. Ndërkohë ky plan u zbatua, të paktën një pjesë e tij, dhe Zelenski rrau gjoksin dhe u mburr që i vuri aleatët para përgjegjësisë që nuk e dëgjuan me kohë, sepse vërtet plani i tij që kërka efikas. Ndërkohë që unë nuk mendoj se është koha për të kënduar për fitore, sepse përballë kësaj që ndodhi, përveç se është thënë stërthën që ishte një veprim inteligjencës ukrainase, e cila pati sukses, një sukses të pamohshëm, çdoi vija parë e sigurisë dhe mbrojtjes ruse, që janë doganat, që minimalisht do të kishin kontrolluar dhe kapur drone të fshehur disa kamion rus që importonin shtëpiza druri apo alumini, dhe brenda të infiltruar në to ishin qindra dron, të cilët më pas kanë dalur në territor rus dhe kanë goditur deri në Siberi, që është gati 2000 e kusur kilometra nga Kievi. Pra një distancë e paimagjinueshme, as në luftën e dytë botërore nuk është prekur Siberia. Por nuk është për të kënduar fitore, sepse pasojat që kjo mund të mbartë mund të jenë me kosto të mëdha. Sokol, po përpara se të shkojmë te kostot dhe tek ajo se çfarë pritet, si arriti Ukraina? Do me thënë, më thep që ishte jashtëzakonshme, askush nuk ishte depërtuar deri në Siberi. Por çfarë ndodhi me Rusinë në vitin e 3 të luftës? Ka qenë studiuar në detaj për një vit e gjysmë si operacion dhe kishte mbetur vetëm të zbatohej. Sigurisht është përdorur rikognicioni dhe pra ishte objektiv, këto baza ishin objektiv. Po ishin patjetër objektiv, sepse përveç objektiv mund të quhet edhe një provokim i rënd, sepse kush u godit kryesisht? U goditën avion strategjik të transportimit dhe bombardimit të testatave nukleare, armë bërthamore. Dhe pse është kjo një sfidë jashtëzakonshme për Kremlinin dhe zotin Putin? Sepse doktrina e mbrojtjes bërthamore e Rusisë, e cila më parë specifikonte se në rast një kërcënimi ekzistencial të ekzistencës të Konfederatës Ruse mund të përdoreshin armë bërthamore, pak kohë më parë kjo doktrinë është ndryshuar dhe është thënë jo vetëm në rast se ajo është shumë evazive në rast të kërcënimit të ekzistencës, që gjithsesi një lider autoritar e interpreton si doje, por u bë dhe më i qartë në rast të goditjes së logjistikës që i cënon infrastrukturën dhe kapacitetet e ruse për të mbrojtur me armë bërthamore, kjo konsiderohej si kalimi i vijës së kuqe dhe doktrina bërthamore ruse, tashmë këtë e quan një shkelje, një tejkalim të vijës së saj mbrojtëse bërthamore, këtë që ka ndodhur. Dhe këtu tani pikpyetja është, a do të ketë një përgjigje bërthamore apo jo? Sepse është shkelur doktrina bërthamore e mbrojtjes së Konfederatës Ruse. Dhe këtu është sfidë e madhe, qoftë nga presioni i brendshëm që Putini ka, qoftë nga fajkonjtë e tij të politikës të këshilltarët apo të parlamentit, qoftë nga opinioni publik, qoftë dhe nga si do duket në sytë e ndërkombëtarëve. Nëse nuk ka një kundërpërgjigje, një kundërreagim, do duket i dobët. Dhe i vetmi, po nëse këtu dua të mbetem pak, u shkel doktrina bërthamore, por si mund të jetë kundërpërgjigja me armë bërthamore e Rusisë? Pra kur flasim armë bërthamore taktike, armë bërthamore, kemi në mendje Hiroshimën, ajo se çfarë ka ndodhur në luftën e dytë botërore, që do të ketë pasoja. Këto e di vetëm Rusia, këto e di vetëm Putini, se kush do të jetë përgjigje, ne mund të hamendësojmë. Jo, dakor, hamendësimi është armët bërthamore vetë shkatërrohen te Rusia. Hamendësimi është që mund të përdoren testata të vogla të përqendruara që bëjnë dëm jo aq të mëdha, sa ato që ne kemi në mendje nga lufta e dytë botërore.
Përndryshe është shkatrim total i kujdo që ndodhet në një rreze shumë të gjerë nga kërpudha e shpërthimit bërthamor. Pra, patjetër që thjesht fakti që mund të përdoren për herë të parë mbas luftës së dytë botërore armë bërthamore, jo për të testuar, por për të goditur objektiva ushtarake, civile, për të prekur jetën e njerëzve, është ndryshon komplet gjeopolitikën europiane. Nëse jo përgjigje me armë bërthamore, me çfarë mund të hakmerret tjetër Putin? Të paktën si ka qenë Putin pak para se të ulej ose gjatë bisedimeve për armëpushim dhe paqe, ndërmori paraprakisht gjatë kohës që bisedoi për paqe, ndërmori sulmin më të madh me dron, sulmin më të madh error që ishte bërë në Ukrainë që nga 2022-shit paktën. Kështu që Putin ishte në ofensiv që përpara se ai mbase të pranonte një armëpushim apo paqe. Pra donte që të arrinte të përfitimet e veta ushtarake apo territoriale dhe të garantonte gurët e fundit që mund të përdorte në tryezën e bisedimeve për të marrë akoma dhe më shumë nga pushtimet në Ukrainë. Flitet për një sulm për breshëri raketash balistike dhe a kapen këto, pengohen këto nga mbrojtja kundërorë Ekspertët ndërkombëtar mendojnë që një mënyrë e kundërpërgjigjes mund të jetë ajo e raketave super moderne balistike, të cilat depërtojnë deri në thellësitë të terrenit, pra aty ku ndodhen fabrikat e armatimeve ukrainase apo dhe vetë qendrat e rikognicionit apo të logjistikës, pra nga bazat e komandës ku jepen urdhrat për luftën ukrainase. Dhe janë raketa në gjendje që të shkaktojnë dëme. Përveç se patjetër që kemi parë një tendencë në rritje të goditjes së popullsisë civile nga këto bombardime. Dhe rreziku është më i madh tashmë që gjakrat janë nxehur dhe që Rusia duhet të tregojë Moskën. Nga mbrojtja kundërajrore e Ukrainës? Ukraina ka kërkuar që të blejë sisteme të reja Patriot në vlerën $15 miliardë nga Shtetet e Bashkuara, por nuk ka një miratim nga Kongresi Amerikan për këtë. Kështu që sado që mbrojtja e Ukrainës të jetë e subvencionuar nga fuqitë aleate, kjo nuk e cënon as pak kapacitetin rus ofensiv për të arritur objektivat militare që mund t'i vendos vetes. Pra, goditja me raketa është një anë, tjetra mund të jetë një goditje me testata të vogla të përqendruara nukleare dhe rreziku tjetër është ai i përballjes deri direkt me Shtetet e Bashkuara, që nuk e dim nëse do mund të jetë një përballje toksore apo në forma të tjera. Sepse nëse Rusia e godet në një formë të tillë aq poshtëruese Ukrainën, sa ta rrafshojë në një masë të gjerë të jashtëzakonshme, Shtetet e Bashkuara do vijnë përballë një zgjedhje që ose do ta lëshojnë përfundimisht Ukrainën ose duhet dhe ato të reagojnë. Dhe ka mund të ketë përballje të drejtë për drejtë Shqiptar-Rusi. Patjetër, qoftë nga territoret të distancë të konsiderueshme. Por roli NATO-s pas kundërpërgjigjes ruse, por sa e përfshirë, të paktën me aq sa shkruajnë dhe media ndërkombëtare, është NATO në sulmin në Rusi. Nga retorika u pa një qëndrim i ndryshuar i kryeministrit gjerman, sigurisht edhe Britania me Francën por i armatosen dhe janë treguar gjithmonë pro Ukrainës për të ndërmarrë veprime në territorin rus, por deri aty sa të goditet brendësia e Rusisë me armatime të aleatëve europian. Askush nuk mendonte se do shkojë dhe më tej se sa kjo dhe të goditej, le të themi, zemra e krenarisë ushtarake ruse. Dhe ishte dilema këtë tani e kanë udhëhequr aleatët europian të NATO-s apo kanë udhëhequr Shtetet e Bashkuara apo të dy bashkë të blok. Zoti Trump nxitoi të telefonte Putinin dhe ta garantonte që SBA-ja jo vetëm që s'ka gisht në këtë, por që nuk ishte vënë në dieni, të aksionit. Madje zoti Trump bëri një postim në rrjetet sociale ku duket sikur përbënte një komunikim zyrtar të Kremlinit, duke si ku përfliste Peshkov, pra zëdhënësi i Kremlinit, ku po komunikonte lajmin që Putini do ta godasë Ukrainën. Pra, kjo duket se ai do të mbajë krahun e kritikës mbi Zelenskin dhe është frika se mund të tërhiqet dhe më shumë nga Ukraina për të garantuar Putinin që Shtetet e Bashkuara vërtet nuk kanë gisht këto dhe nuk kanë interesi të përshkallëzojë konflikti. Por kjo mund të jetë edhe një taktik, sepse në Rusi kanë vështirë ta besojnë që ai që është furnitori dhe mbështetësi kryesor i Ukrainës, të mund të lejojë një gjë të tillë, qoftë me Kosovë që Ukraina mund të kishte nga sipërmarrje aventureske, po të ishte sporadike që Shtetet e Bashkuara ta braktisnin në moment
për shkak të këtij nxitimi të pafalshëm. Kështu që rusët nuk janë të bindur që vërtet Shtetet e Bashkuara nuk kanë gisht në këtë. Por duhet ta provojnë, duhet ta faktojnë. Ndërkaq, çfarë pritet, domethënë, cila është sa real është rreziku që të kemi një zgjerim të zemëratës së Kremlinit për ta çuar këtë luftë edhe përtej Ukrainës? Po varet se si do precipitojë situata. Në këtë moment ata e kanë të përqendruar fokusin aty. Britania ka ngritur alarme, po. Një zgjerim Gjermania po ashtu, ka një zgjerim të luftës. Kjo varet se si do precipitojnë ngjarjet. Pra, nëse për shembull, po të shihni pra në vazhdën e kësaj që ne kemi druhemi se Shtetet e Bashkuara po tërhiqen dhe mund ta lëshojnë Ukrainën, është edhe fakti i sotëm që ministeriali i NATO-s, ministri i mbrojtjes, sekretari i mbrojtjes amerikan mori pjesë, ndërsa në grupin e kontaktit pak ditë më parë në Gjermani, në bazën amerikane Ramstein, dërguan ambasadorin, nuk çuan si zakonisht ministrin e mbrojtjes. Dhe kjo shihet si një shenjë që Ukraina mund të lëshohet por t'i dhënë dhe qoftë garanci Rusisë që të përmbahet pakse me që kjo nuk që nga vepër e fuqisë botërore kryesore, Amerikës, por një nxitim apo një pamaturi e Zelenskit, po mundohen t'ia veshin Zelenskit përgjegjësinë kryesore. Po si shpjegohet që ka sulme të tilla, sikurse ishte rasti konkret i Ukrainës, po ashtu dhe Rusia nuk e ka ndalur asnjëherë sulmet, ndërsa paralelisht ka dhe përpjekje për takime, për t'u takuar, sikurse ishte në Stamboll. Pra kjo ka ndodhur një ditë para takimit në Stamboll. Ajo mendoj se është, duke qenë se palët ishin angazhuar para se kjo të ndodhte, askush nuk do donte që të ishte i pari ai që të merrte barrën e prishjes së bisedimeve dhe të tregojë para opinionit publik botëror që ja këta nuk e duan paqen. Dhe mendoj se kjo është arsyeja, por gjithsesi ajo mbledhja e radhës që ishte zgjati vetëm 1 orë dhe nuk pati asnjë zhvillim apo vendimmarrje që mund të çonte më tej. Pra, duke parë kështu, si duhet ta kuptojmë luftën në Ukrainë? A ka përpjekje reale për një armpushim apo për t'i dhënë fund luftës, apo palët janë duke luftuar që të dyja, secila prej tyre për të fituar? Mendoj se Ukraina është një morës të rrezikshme që të jetë duke u përdorur si mish për top për interesat më të mëdha gjeopolitike dhe për orekse apo ego personale për të hyrë në histori që kanë liderët e mëdhenj. E kanë përballje me Rusinë dhe përdorin Ukrainën për ta kuptuar. Mendoj se është një gur në fushën e betejës që mund të sakrifikohet për hir të interesave më të mëdha që luajnë në tavën gjeopolitike në rajonde më gjerë. Pra, nëse Putini skenari apo regjizori këtu janë Shtetet e Bashkuara apo Europa? Jo vetëm. Apo të dyja bashkë. Trump u duk sikur kishte një tjetër koncept pikpamje për luftën. Evropës duket sikur duke lënë të gjithë fajin para artësit të tij Biden. Dakor, po nëse është faji një administratë më parshme, kjo administratë aktuale mund ta korrigjojë nëse e bën dot. Pra, ishte vijimi i pyetjes, janë SHBA pas kësaj apo Europa? Kush e përdor si mish për top Ukrainën? Mendoj patjetër SHBA, sepse pak kohë më parë Trump mori përsipër me shumë gazëllim se do dilte garant për arritjen e kohë të shkurtër e paqes, e mikloi Putinin, e solli rreth vetes me deklarata shumë forta mbi leadershipin e tij, sepse dihet që është një lider autoritarist dhe pak pas kësaj u përball me murin e ftohtë të Kremlinit që zvarrit pafundësisht dhe nuk konkludon gjë, vazhdoi një ofensivë toksore ushtarake, vazhdoi një ofensivë ajrore. Trump i kaloi nga burr shteti, kaloi duke akuzuar Putinin si një i çmendur dhe mbas kësaj vjen një kundërpërgjigje, pra mbas kjo në përkëmbja e Trumpit dhe Shtetet Bashkuara në arenën ndërkombëtare nga Rusia, një fuqi emergjente që ende nuk Shtetet Bashkuara nuk duan ta lënë të ulen në tryezën e bisedimeve, në tryezën globale si të barabartë në suazën e superfuqive, mori këtë përgjigje të menjëhershme. Pra, mund të jenë jashtë një miksim mendoj i egove personale, pra i krenarisë së lënduar me orekse të tjera gjeopolitike, sigurisht për ta dobësuar pafundësisht dhe Rusinë. Lufta të rrënon ekonominë, financat, rrit pa kënaqësitë popullore të brendshme dhe sa më tej që ajo të zgjati, aq më tepër një jo popullor mund të bëhet një pushtet. Kjo është një shpresë. Por ne e dimë pastaj që diktatorët në kohë lufte qeverisin dhe më kollaj dhe më mirë, sepse e ushqejnë popullin me propagandë dhe jo me ushqim. A mund të jetë Trump sokol a mund të ketë ose a mund të luajë Trump në një moment rolin kryesor ai që do të jap fund luftës? Ose që do ta detyroj Putin të pranojë disa kushte?
është e paqartë, sepse dilema qëndron tani midis protagonizmit të Trumpit për të zgjidhur vetë gjërat, por ndërkohë që Putini është, le themi, qëndron në një pozicion të drujt për mos të lëvizur dhe për të zvarritur, për të marrë kohë pafundësisht. Së fundi ai ka kohën në favor të vet, mund të presi, i ka në avantazh të gjitha. Madje ekspertët thonë që Rusia nuk ka as ngutje në terren për të pushtuar territore të reja. Thjesht do që të dobësojë kapacitetet ushtarake të Ukrainës për të patur njerëz të trajnuar dhe të specializuar për të luftuar në terren, dhe gjithashtu të dobësojë dhe armatimet ukrainase. Pra ata kanë dhe mundësi të avancojnë dhe më shumë nga përfitimet që arrin në terren, por kanë një vetë përmbajtje në këtë, nuk kanë ngutjen për ta bërë me çdo mjet apo të stilit të blitzkrieg të luftave rrufet të Hitlerit gjatë luftës së dytë botërore. Kështu që Trumpi po lëshon përgjegjësitë të aleatëve evropian. Tani mund të flitet se Evropa mund të fillojë të marrë një pjesë të përgjegjësisë. Deri tani Evropa u përjashtua nga bisedimet e Rihadit në mënyrë të turpshme dhe ulse për të. Dhe buxhetat e lëkura për riarmatimin e Evropës janë një fakt konkret dhe industria e rivën në prodhim me kapacitete të jashtëzakonshme janë një provë se Evropa po hyn realisht si kundërpal për të vendosur më në fund për fatet e saj apo për eventet që ndodhin në dyert e kontinentit vjetër. Sokol, falenderoj shumë për bisedën.